Na çdo ditë vina me vullnet pozitiv, me shpresë që edhe partitë tjera politike opozitare do të reflektojnë për nevojën edhe domosdoshmërinë që Kosova të ketë institucione në radhë parë duke konstituu kuvendin. Rrjedhimisht i bie që ne do të vazhdojmë të bëjmë përpjekje që të themelojmë komisionin i cili do ta ka mandatin të verifikojë votat për kandidatën tonë për kryetarin e kuvendit. Sa i përket emrin, mendoj që mbrëmë kom pa në emisionin Politikon një fragment të emisionit të shefës grupit parlamentar të LDK-s. Mendoj që ishte korrekte dhe sinqerte. Ajo deklaroi që për asnjë emër të lëvizjes që është propozimi i lëvizjes vetëvendosje, ata nuk e votojnë. Rrjedhimisht gjithë kjo zhurma ose tentativa që me identifiku Valbulina Haxhiun që është problemi, nuk është problemi. Secili prej kandidatëve ose deputetëve të lëvizjes vetëvendosje guxon dhe alternative që potencialisht do të ishte në propozim ose në nominim, rrjedha e procesit votimit partive opozitare do të ishte e njëjtë. Jo, po KJA kanë shkruar qendrim me votim një kandidat tjetër. Ata unë besoj se në logjikën e njëjtë, vetëm se po bëjmë përpjekje me lut lojën për çaje sot. Mendoj që deklarimi i zonjës Bajrami ishte korrekt mbrom. Ajo deklaroi që asnjëherë në asnjë kandidat ne nuk e votojmë. Rrjedhimisht vetëm se bëri një shkarje se tha prej 13 tentimeve është dashur të provohen 48 emra, 48 emra nuk provohen përmes 13 tentimeve. Zoti Vesi, pse dje nuk ka ardhur në debat plus, po përmes të shkrimit në Facebook vendoset me çujt autorin e emisionit çelësir edhe shantazhues nëse nuk po citoja separat. Unë këtu jam për me marrë pjesë në një ngjarje shumë të rëndësishme për Kosovën, nuk du me debatu ose me ngrit për shkak se jam dalë kam dhënë gjitha shpjegimet e nevojshme dhe rrjedhimisht të gjithat pavarëtitjet dhe shpifjet e radhës do të përfundojnë në padi për shpifje në ditët edhe javët në vajel. A do t'i përgjigjeni? Zoti Peci, a mendoni që është gjuhë e dur ajo? Kur kam punuar si gazetar? M'fal, nëse keni punuar. Nëse logjika e njëjtë sikur debat plus. Zoti Peci, a do t'i përgjigjet vetëvendosja dhe koalicioni, pra një takim eventual nga presidenti Osmani me partitë politike? Tash sporën e pash si lajm, por nuk di se s'kam fakte informacione nëse ka ardhur një ftesë e tillë. Nuk ka ardhur ende, por nëse do të vijë. Po tash kjo nëse do të vijë është situatë hipotetike. Edhe nëse dialog me parti tjera. Për dialog jemi jo vetëm për dialog, do thotë ne kemi bërë ftesë për bashkëpunim edhe për koalicion. Dialogu nuk vije. Po nuk është tash institucioni i presidentit është institucion bipartijak, edhe nuk vihet ato kushte se kush merr pjesë ose kush nuk merr pjesë, po sido që të jetë e presum eventualisht nëse vjen një ftesë e tillë, po përveç ftesës është shumë e rëndësishme edhe përmbajtja e ftesës. Faleminderit shumë, ditë mbarë.